Çfarë bëhet? Si është procedura? Tani procedura vazhdon në edhi mullit në kosh. I hedh në kosh. Po. Ku i dhe në mullit në kosh? Nga këtu Nga pastaj? këtu i merr ky transportieri, i çon atje pastron gjethet. Çka ka pislliqe, dru, gjethe, Qa gjëra. thu? Pra nuk i pastroni vetëm me duart tuaj njeriu, po i pastron makineria. Ajo nxjerr gjethet jashtë, pastaj futet këtu dhe lahet në mullit. Me ujë. Nga këtu pastaj vën atje lart bluan. Bluan. Po bëhen brum. Ky është ai që ndan me lëngun, vajin, ullinin. Edhe nxjerr bërsin jashtë, mbetjet e ullinit. Mbetjet, po. Merr vetëm lëngun, çka ka lëng ai e shtrysë merr. Edhe e çon atje pas. Ai është filtri përfundimtar që e filtron vajin. A është ky vaj më i mirë në Shqipëri? Më i mirë në Shqipëri. Vaj më i mirë në Ai Shqipëri. është vaj më i mirë në Shqipëri. A mund ta provoj? Po ta provosh po si. Derdhet, s'kemi atje ku ka derdhet. Aty ku ka Atje ku derdhet. s'ka derdhet. Gëzuar, sa më shumë mbarësi këtë vit.